Kurani dhe gjeologjia. Rreth thënieve të profesor Kroner në lidhje me dhënat kuranore rreth gjeologjisë dhe formimit të trupave. Profesor Alfred Kroner, shumë të vërtetat përmendur në Kuran nuk që e mundur që të vërtetoheshin në atë kohë, mirë po sot përmes shkencës bashkëkohore u bë mundur të vërtetohet ajo që u tha në Kuran dhe Sunne para 1400 vite. Profesor Abdul Mejid Zindani, ky është profesor Alfred Kroner, njëri ndër shkencëtarët më të njohur botëror të gjeologjisë. U bë i njohur në mesin e shkencëtarëve me kritikat që u bëri teorive të dietarëve më të mëdhenj botëror në temin e gjeologjisë. U takuam me të dhe i ofruam disa citate kuranore dhe thënie të pejgamberit Muhamedit alayhis salam. Më pas diskutuam rreth këtyre. Në fund profesor Kroner tha, duke menduar më thellë rreth këtyre çështjeve dhe rreth asaj se nga i mori Muhamedi alayhis salam ato njohuri, kur dihet se ai ishte pra beduin dhe besoj se është e pamundur që vetë ai të mund të sillte njohuri kaq saktë mbi gjithësinë dhe krijimin e saj. Këto njohuri shkencëtarët i zbuluan vetëm para disa vitesh me anën e mjeteve të sofistikuara bashkëkohore. Për të provuar faktin se Kurani nuk është rezultati i një njeriu të thjeshtë, pra nuk kishte ndonjë makineri ose ndonjë aparaturë, siç ishte Muhamedi alayhis salam, profesor Kroner mori shembullin kuranor i cili flet mbi atë se gjithësia në fillim ishte një tërësi. Në Kuranin famlar thuhet: "A nuk e dinë mosbesimtarët se qielli dhe toka ishin një në tërësi e ne i ndam ato dhe ujin e bën bazë të jetës së çdo sendi." Surja Anbiya jeti 30. Fjala e përmendur në Kuran, rretkan, sipas komentatorëve të shquar të Kuranit, Ibn Abbasit, Mujahidit dhe të tjerë, Allahu qoftë i kënaqur me ta, do të thotë se qielli dhe toka ishin të ngjitura e pastaj u ndan. Profesor Kroner mori si shembull këtë citat kuranor për të vërtetuar se kjo vërtet e përmendur në Kuran s'mund të ishte rezultati i mendjes së Muhamedit alayhis salam dhe as i njohurive njerëzore të asaj kohe. Profesor Kroner gjithashtu shpreh: Një njeri që nuk dinte asgjë mbi fizikën nukleare, sipas mendimit tim, është e pamundur që para 1400 vitesh me mendjen e vet të zbulonte se toka dhe qielli ishin një tërësi apo edhe shumë çështje të tjera rreth të cilave biseduam së bashku. Sa herë që jepet rasti profesor Kroner, mundohej t'i shmangej përgjigjet. Më kujtohet një rast kur ne biseduam së bashku rreth vendeve arabe dhe pyetëm atë: a nuk ishin vendet arabe të gjelbruara dhe të pasura me kopshte dhe lumej? Po, u përgjigj ai. I tham: e kur ka ndodhur kjo? Ai tha: në kohën e akullnojave, akujt e grumbulluar në polin e ngrirë të veriut filluan të rrëshqasin drejt jugut dhe kur ato ishin afruar relativisht gadishullit arabik, ndryshoi temperatura. Gjë që bëri që ky gadishull të ishte një ndër vendet më të pasura me kopshte, lumej dhe tregj. Pyetëm profesorin: a do të jetë përsëri gadishulli arabik me kopshte dhe lumej? Po, tha ai. Kjo është e vërtetë shkencore. U befasua me fjalët e tij dhe i tham: ju thoni se kjo është e vërtetë shkencore, kur kjo çështje ka të bëjë me të ardhmen. Profesor Kroner tha: koha e re e akullnajave ka filluar. Akulli për herë të dytë ka filluar të rrshqas nga poli i veriut në drejtim të jugut. Tani ai ka marrë rrugën e tij në drejtim të gadishullit arabik. Dëshmi për këtë është ajo që dëgjojmë mbi fortunat e forta të cilat përfshin vendet veriore në Evropë dhe Amerikë. Kjo është dëshmi mbi atë që tham. Shkencëtarët kanë dhe fakte të tjera rreth kësaj çështjeje dhe kjo është e vërtetë shkencore. Sa i tham profesorit: këtë që thatë ju, shkencëtarët arritën ta zbulojnë pas një kohe të gjatë hulumtime dhe mjete të sofistikuara, të cilat lehtësuan dhe mundsuan këtë zbulim. Ndërkaq, kjo vërtet është përmendur nga i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam para më shumë se 1400 vitesh në hadithin e transmetuar nga Muslimi. Muhamedi alayhis salam thotë: nuk do të shkatërrohet bota derisa vendet arabe të mos mbushen me kopshte e lumej. E pyetëm profesorin: kush e informoi Muhamedin alayhis salam se vendet arabe ishin qenë të pasura me kopshte dhe lumej? Romakët, u përgjigj ai. Më kujtua se ai gjithmonë donte të gjente rrugdalje. Vendosëm t'i bëjmë një pyetje tjetër. Kush e njoftoi atë se këto vende përsëri do të mbushen me kopshte lumej? Gjithnjë munduai të gjente rrugdalje, por kur e kuptonte të vërtetën tregoi i guzimshëm dhe shprehte mendimin hapur. Më në fund, profesor Kroner pohoi: kjo patjetër duhet të jetë shpallur nga Zoti. Pas diskutimit të gjatë që bënte me të, ai deklaroi: besoj se gjitha çështjet që janë përmendur në Kuran, të cilat kanë të bëjnë me tokën dhe krijimin, si dhe me shkencën e përgjithësi, janë të vërteta. Të vërteta të padiskutueshme. Ato mund të vërtetohen shkencërisht. Prandaj mund të themi se Kurani është libër përmban të vërteta shkencore, koncize. Vërtetimi i shumë fakteve të paraqitura në Kuran në atë kohë ishte i pamundur. Sot shkenca bashkëkohore është në gjendje të vërtetojë atë që tha Muhamedi alayhis salam para 1400 vite. Allahu është dhënës i së vërtetës. Në librin e tij Kuranin famlar ai thotë: in huwa illa dhikrun lil alamin. Kurani është këshill për gjitha botën. Ju gjithsesi do ta kuptoni këtë, madje qoftë edhe më vonë.